Avokati i popullit Endri Shabani ka zhvilluar këtë hënë një inspektim në institucionin e posaçëm në Shënkoll në Lezhë, ku aktualisht qëndrojnë persone probleme të shenjtë mendor që janë në trajtim. Në përfundim të vizitës, Shabani u shpreh se ky institucion duhet mbyllet, duke theksuar se kushtet nuk janë të përshtatshme dhe se personat që mbahen aty nuk janë dënuar me vendim penal, por kanë nevojë për trajtim specializuar shëndetësor. Ai kërkoi që ky institucion të mos funksionojë më si strukturë stim të burgjeve dhe që personat që trajtohen aty të kalojnë në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë në institucione të mirëfillta mjekësore. Problemi i parë është që kjo nuk duhet të jetë një EVP, sepse këta nuk janë persona që bëvuajnë dënimin. Këta janë persona që ndaj të cilëve është marrë një masë mjekësore, sepse ata nuk kanë zotësi për të vepruar, pra nuk kanë kuptuar pasojat e veprimeve të tyre. Pra nuk po flasim për të dënuar. Ndërkohë kushtet janë degraduese. Ne po inspektojmë sot, po inspektojmë dhe nesër. Unë kam këtu ekipin tim, kam komisionerin për mekanizmin kombëtar për parandalimin e torturës dhe edhe vitin e kaluar, dhe ndoshta Gloria mund të shpjegojë edhe më tepër detaje, është gjetur një njëjtë situatë, një njëjtë realitet, 12 veta në një dhomë në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me 2 psikiatër. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është e pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër ardhin përqendruar dhe 12 veta në një qeli. Është e papranueshme. Do duhet ndërhyrë në mënyrë të sa më shpejt. Këtu Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Drejtësisë do duhet marrin përgjegjësitë e tyre në mënyrë urgjente. Qeniet njerëzore, aq më tepër ata të cilët vuajnë nga problemet shëndetësore mendor, nuk mund trajtohen në këtë mënyrë. Është e papranueshme. Problemi tjetër është që nëse të dënuarit, të cilët janë të vetëdijshëm për veprimet e veta dhe për pasojat e veprimeve të veta, ndër këto vite kanë përfituar vazhdimisht nga amnistitë penale, këta pacientë nuk përfitojnë as nga amnistia penale. Pra këta në vend që të trajtoheshin në një mënyrë më të lehtë për shkak sepse nuk arrin të kuptojnë pasojat e veprimeve të tyre, në fakt trajtohen edhe më keq. Sepse nuk përfitojnë nga amnistia, sepse nuk mund përfitojnë për shkak të sistemit të drejtësisë që ne kemi organizuar dhe ndërkohë trajtohen në kushte që janë të papranueshme. IEVP në Shënkoll më herët ka funksionuar si burg i zakonshëm, prej disa vitesh është përshtatur për të strehuar persone probleme të shëndetit mendor që kanë kryer vepra penale, por që nuk vuajnë dënim në burgje klasike. Për shtë gjendjes së tyre, ky ndryshim funksioni është bërë në kuadër të reformimit të trajtimit të kësaj kategorie, megjithatë sipas avokatit të popullit, standardet aktuale mbeten të papranueshme.